Mirëmbrëma qytetarët e Republikës së Kosovës kudo që jeni. Sonte dua t'ju flas për të ardhmen e Kosovës. Pas 30 ditësh do të dalim përsëri në vend votime për zgjedhjet parlamentare. Ky moment i ri e ve shtetin ton para një udhkryqi. Përgjegjësia bie mbi secilin prej nesh që të vendosim se çfarë vjen më pas. Rruga që bëjmë së bashku ka qenë e gjatë dhe jo e lehtë. Por tani jemi të lirë dhe të pavarur. Me duhet ju rikujtoj se jo shumë vite më parë ne e ndronim të vinim deri këtu. E tani pyetja shtrohet, se është koha të ndalojmë se e ndruari. A është kjo e tëra? A jemi të kënaqur me të arriturat dhe tani të ndalemi? Apo është koha që tani të ngrisim synimet tona sa më lart edhe një herë? Të synojmë ndërtimin i Kosovës moderne dhe të zhvilluar. Ju me njihni mua. Gjithmonë kam besuar se Kosova do të ketë sukses. Unë i vlerësoj arritjet e së kaluarës, por jemi përqendruar në synimet tona për të ardhmen. Misioni im i ri është që të vazhdojmë ndryshimet në Kosovë, duke fuqizuar një ekonomi të zhvilluar, duke krijuar vende të reja të punës dhe rritjet e mirëqenies së qytetarëve. Kjo është zgjedhja me të cilën përballet çdo qytetar dhe çdo familje. A do të ndalemi apo do të ecim fuqishëm përpara? Natyrisht, qytetarët e Kosovës janë të vendosur për të ecur përpara. Për këtë nuk ka dilema. Vendi ynë ka nevojë për një mision të ri, me udhëheqje që ka vizion të qartë dhe që është energjik. Qytetarë të nderuar, sot unë po e ndaj vizionin tim se si dua dhe sa i vendosur jam për të quar Kosovën përpara. Në muajt e fundit kam vizituar bizneset në çdo qytet e fshat. Ne do të investojmë 1.5 miliard euro në fuqizimin e bizneseve të Kosovës. Këto para do të arrisin potencialin e vendit ton për zhvillim dhe punësim. Këto para do të shkojnë për bujqit dhe fermeret, që ata të rrisin prodhimet e tyre. Do të shkojnë për ndërmarrësit për të filluar bizneset e tyre. Do të shkojnë për kompanitë e mëdha, të mesme dhe të vogla të Kosovës, në mënyrë që të mundsojmë atyre të shesin prodhimin e tyre jashtë vendit. Do të shkojnë në industri për të zhvilluar burimet tona. Do të përdoren për të ndërtuar fabrika, rrugë, ura e shumë projektet e tjera. Qytetarë të nderuar, ne e quajmë këtë plan fondi i punësimit, sepse kudo në Kosovë, ky plan do të krijojë vende të reja pune. Fondi i punësimit është i hapur për të gjithë qytetarët që kanë ose dëshirojnë të hapin një biznes, për çdo qytetar që dëshiron të ndërtojë diçka, të rrisë diçka, të prodhojë diçka. Fondi i punësimit është për çdo qytetar që dëshiron të ndihmojë veten, familjen e tij dhe zhvillimin e Kosovës. Ky është një investim për të përmbushur synimet tona për zhvillim ekonomik dhe punësim. Këto janë paratë tona, që pa nevojshëm janë duke qëndruar në llogaritë e bankave të huaja. Qytetar të nderuar, unë them, kjo është koha jonë, ky është momenti ynë. Le të krijojmë një Kosovë të zhvilluar dhe moderne. Le të investojmë edhe më shumë në arsim. Le të përgatisim fëmijët tanë për të gjetur punë. Le të sigurohemi që asnjë familje të mos ketë vështirësi për të shkolluar fëmijët e vet. Për këtë qëllim, muajin e kaluar përgjysmova kostin e shkollimit universitar për studentët tanë. Tani kam vendosur të rrit numrin e bursistëve për studentët e dalluar duke dyfishuar numrin e tyre. Nga 1 tetor i këtij viti, shkollimi publik universitar do të jetë gratis për të gjithë studentët. Do të vazhdoj shpërndarja gratis e libra për të gjithë nxënësit e Kosovës. Krijimi i një Kosove moderne do të thotë se ne jo vetëm që do të krijojmë vende pune, por ne do të japim punëtorëve pagat dinjitoze të merituara. Ne do të sigurohemi që asnjë familje të mos ballafaqohet se si do ta përmbyll muajin. Me qëllim të lehtësimit të jetës së familjeve me asistencë sociale, kemi marrë vendim që t'i lirojmë nga pagesa faturave të mbetura të rrymës. Për këtë qëllim,
Ne rritëm pagat për të gjithë punonësit e sektorit publik edhe për 25%, për mesimdhënësit, për punëtorët e shëndetësisë, familjet e dëshmorëve, invalidet e luftës, për arsimtarët, policët, zjarfiksit, pjesëtarët e FSK-s, shërbyusit civil, sistemin e drejtësisë, pensionistët, artistët, minatorët, skemat sociale. Tani kemi kujdesin shtetëror ndaj veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe ndaj ishte burgosurve politik. Dhe të ardhmen do të ketë edhe rritje tjera të pagave. Po ashtu, jam duke bërë thirrje biznese private për të bërë të njëjtën gjë, sepse punëtorët meritojnë paga edhe më të mira. Ky është vizioni im. Paga dinjitoze, bizneset në rritje, vendet e reja pune, njerëzit tanë të punojnë. Kosova duke u zhvilluar një shtet modern, evropian në zemër të Ballkanit. Qytetarë të nderuar, ku dëshironi të jeni pas disa vitesh? Kush ka vizion dhe energji për të na udhëhequr përpara? Kjo është arsyeja se pse janë kaq të rëndësishme zgjedhjet e qershorit. Ajo që vjen me pas, që ne do të bëjmë, do të ndikoj në çdo shtëpi dhe cep të Republikës së Kosovës. Do të jetë për babajnë dhe nënën, të cilët qëndrojnë në shtëpi, të shqetësuar se si do të paguajnë faturat e tyre. Do të jetë e lidhur me shumën e pagës që sillni në shtëpitë tuaja dhe sasinë dhe cilësinë e ushqimit në frigoriferin tuaj. Kjo nuk është politikë. Kjo është kryepot e ndërlidhur me jetën që bëjmë ne si qytetarë të Republikës së Kosovës. Qytetarë të nderuar, tregimi i Kosovës është një tregim i një populli i cili ka luftuar përkundër të gjitha sfidave, çdo herë dhe kurdoherë. Ne jemi një popull të cilit është thënë se kur nuk do të jetë i lirë. Ne nuk i besuam kësaj. Ne jemi një popull të cilit jo rrallë është thënë se nuk do të keni shtetin tuaj. Ne përsëri nuk besuam në këtë. Edhe sot, ne nuk besojmë tek ata që dyshojnë në suksesin tonë. Ne nuk do të lejojmë të na thonë se nuk mund të sjellim zhvillim ekonomik edhe më të fuqishëm. Është nderi i madh, privilegj, por dhe përgjegjësi e lartë tu shërbesh qytetarëve të Kosovës. Të jesh kryeministri i Kosovës, do të thotë të bartësh mbi supe pritjet dhe synimet të qytetarëve të vendit tuaj. Por ne vazhdojmë me zhvillim. Unë ju siguroj se pritjet dhe synimet tona për zhvillim ekonomik dhe integrime euroatlantike do të jenë prioritet i punës sime të përditshme. Për më tepër, duhet ju siguroj se partneriteti ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian do të forcohet edhe më shumë. Ne si shtet dhe si popull jemi pjesë e kësaj familje dhe ndajmë të njëjtat vlera civilizuese. Unë nuk kam dyshim në përcaktimin dhe ndihmën tuaj. Unë besoj në secilin nga ju. Me 8 qershor, ne bashkarisht fillojmë misionin e ri. Ju faleminderit